Makina të parkuara mbi vijat e bardha apo në vendet e parkimit rezervuar taksive. Mjete me tabelën shitet që zën një vend parkimi për ditë apo javë të tëra janë një fenomen mjaft i zakonshëm në rrugët e Durrësit. Karike të vendosura mbi asfalt nga bizneset që ushtrojnë aktivitetin aty dhe mbajnë peng një vend parkimi, ndërkohë që drejtues mjetesh detyrohen të bëjnë disa rreth rrotullime në akset e qendrës për të gjetur një vend për makinën e tyre. Në bulevardin Epidam, rrugën e Knati, Aleksandër Goga e të tjerë, në çdo orë të ditës ndeshesh me absurditete të tilla, alla shqiptarçe. E njëjta gjë haset dhe në rrugët dytësore. Çdo mjet rrethanor është i përshtatshëm për të mbajtur të zënë një vend parkimi, që në Durrës është mjaft i vështirë për të gjendur. Ajo që bën përshtypje më shumë është fakti se pavarësisht se këto absurditete ndodhin në çdo orë të ditës në qendër të qytetit, policia bashkiake dhe ajo rrugore nuk kanë zbatuar asnjëherë një plan masash konkrete të afatgjata për t'i dhënë fund këtyre shkeljeve të kodit rrugor. Mjaftohen vetëm me aksione sporadike dhe bllokun e gjobave, por sapo polici bashkiak apo ai policisë së shtetit largohet, shkelja e kodit rrugor vijon. Madje në disa raste konsumohet dhe në prani të efektivëve që ngurojnë të veprojnë kundër atij që konsiderohet i fortë. Në një qytet si Durrësi, që renditet i pari në shkallë republike për numrin më të madh të makinave në raport me popullsinë, qytetarët duhet të kyçin makinën në garazh, pasi shpesh kthehet në mision të pamundur gjetja e një vendi parkimi rreth e qark qendrës.